Njihuni me Arturin, një ish Navy SEAL, një burr që e ka kaluar gjithë jetën duke i shërbyer vendit të tij dhe duke mbrojtur të tjerët. Ai ka përballuar misione të rrezikshme, situata ekstreme dhe vendime që kërkonin guxim të jashtëzakonshëm. Por së fundmi, Arturi po përballej me një problem krejt tjetër. Një problem që po ndodhte pikërisht në verandën e shtëpisë së tij. Pakot po zhdukeshin, njëra pas tjetrës. Ai provoi gjithçka për t'i ndalur hajdutët, por asgjë nuk funksiononte. Dhe si dikush që nuk dorëzohet kurrë, Arturi mori një vendim. Këtë herë do ta mbyllke këtë çështje përgjithmonë. Ja çfarë shpiku. Një ditë, ai dëgjoi një shpërthim të fortë jashtë, të ndjekur nga një brit me mpret. Arturi u mbështet në karrige dhe një buzëqeshje ngadalt e kënaqur ju shfaq në fytyrë. Por para se të futemi në histori, mos haro të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet, që të mos humbasësh histori të tjera si kjo. Në Shtetet e Bashkuara, pothuajse 1 në 3 pako nuk përfundon kurrë në duart e personit që e ka porosikur. Problemi zakorisht nuk janë kompanitë e shpërndarjes, janë hajdutët që i rrëmbejnë kutit direkt nga verandat e shtëpive. Arthur Russell kishte mbushur kupën. Ai ishte lodhur duke humbur gjërat e tij nga hajdutët e verandës dhe vendosi se kishte ardhur koha ta merrte situatën në duart e veta. Pas humbjes së disa dërgesa me radhazi, Arturi kuptoi se e vetmja person që mund ta zgjidhte këtë problem ishte ai vet. Edhe pasi kishte telefonuar policinë më shumë se një herë, asgjë nuk ndryshoi. Kështu që ai doli me një plan për të ndërtuar atë që e quajti kutia e hakmarrjes përfundimtare. Diçka që do ta bënte hajdutin e radhës të mendonte 2 herë. Përvoja e Arturit si Navy SEAL, veçanërisht në misione të ndërlikuara dhe në marrjen e vendimeve të shpejta, i dha atij bazën perfekte për atë që po përgatitej të bënte. Për më tepër, ai kishte gjithmonë qejf të ndërtonte gjëra, sidomos kurthe, dhe kjo doli të ishte aftësia perfekte për këtë situatë. Në fillim, ai provoi të ndërtonte një kurth të ndërlikuar, por shpejt kuptoi se thjeshtësia mund të funksiononte më mirë. Ai u ndalte një ide që përdorte një lak, diçka e ngjashme me një kurth për gishta. Megjithatë, nuk ishte plotësisht i kënaqur. Donte diçka që do ta tremte vërtet hajdutin, por pa lënduar askënd. Kështu që vazhdoi të punonte derisa doli me një plan më të sigurt, por aq efektiv. Arturi e kaloi pjesën tjetër të ditës duke ndërtuar me kujdes pajisjen dhe modifikuar një kuti që të dukej si një dërgesë e vërtet. Kur mbaroi, u tërhoq pak pas dhe e vështroi duke ndjer një krenari të qetë. Ai e çoi kutin në oborrin e pasëm për ta testuar dhe medi e fshehte entuziazmin kur gjithçka funksionoi saktësisht pas planit. Bëri edhe një test tjetër, këtë herë duke mbuluar veshët ndërsa pjesa me zhurmë aktivizohej. Tingulli ishte i fortë, por rezultati ishte i qëndrueshëm, dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi për të. Më vonë, ndërsa po shikonte transmetimin live nga kamera e ziles së derës në telefonin e tij, Arturi vuri re një grua që po afrohet drejt verandës. Ajo nuk dukej as pak nervoze, lëvizte me vetbesim. Sytë e Arturit mbetën të ngulur tek ekrani ndërsa ajo zgjati dorën drejt ziles, por pa pritur u ndal kur litra e lëvizjes u ndis. Ai e vuri frikën t'i kalonte në fytyrë, sikur po mendonte nëse ia vlente rreziku. Pastani Arturi vuri re një makinë të parkuar atje pranë. Një burr ishte ulur brenda, duke i bërë me dorë dhe e nxitte të nxitonte. Pas një pauze të shkurtër, ajo kthye, mori paketën dhe aktivizoi kurthin. Një shpërthim shurdhues u dëgjua dhe ajo bërtiti përpara se të vraponte drejt makinës, lën pas dhe telefonin e saj. Arturi u mbështet në karrige dhe buzëqeshi me përbuzje. Imagjinonte tronditjen që ishte ende në mendjen e saj. Edhe pse pajisja funksionoi, Arturi nuk mund ta injoronte një pyetje që i sillte shqetësim. A ishte kjo e ligjshme? Ai nuk donte probleme me ligjin, ndëvarësisht sa i lodhur ishte. Filloi të hyrëmtonte rregullat dhe zbuloi se ndërtimi i pajisjeve të stil shpërthim, pa leje të posaçme në shtetin e tij, ishte i paligjshëm. Ky zbulim ngriti shqetësime dhe forcat e rendit e bën të qartë se nuk e mbështesnin atë që kishte krijuar. Megjithatë, Arturi nuk pranoi të tërhiqej. Ai besonte sinqerisht se pajisja ishte e sigurt dhe se bënte punën e saj pa lënduar askënd. Duke injoruar kritikat dhe shqetësimet ligjore, ai e vendosi kurthin përsëri, duke shpresuar të trëmbte një tjetër hajdut.
Brenda pak ditësh, funksionoi përsëri. Një tjetër person u ngjit në verandë, mori paketën dhe pasoi shpërthimi i fortë. Gjithçka ndodhi saktësisht siç e kishte parashikuar Arturi. E di që është pak e ashpër, por asgjë nuk i trëm njerëzit si zhurma e një 12 gauge, tha Arturi me një ngritje supesh. Edhe pse policia nuk ishte shumë e kënaqur me pajisjen e tij, ata kishin filluar t'i merrnin ankesat e tij më seriozisht. Dhe e vërteta ishte se shpikja e tij kishte kapur tashmë 20 hajdut të mundshëm në veprim. Arturi nuk ishte i martuar dhe nuk jetonte me një partnere, por nuk ishte as i vetëm. Shoku i tij i dhomës ishte macja e tij e vjetër Buc, një 8 vjeçar me shumë karakter. Arturi vuri re diçka interesante. Kur Buc shtrihej duke fjetur në verandë, hajdutët zakonisht qëndronin larg. Ndoshta nuk donin të rrezikonin të zgjonin një mace nervoze dhe të gërvishteshin. Kështu që Arturi filloi ta nxirrte Buc jashtë sa herë që pritej një dërgesë. Funksionoi çuditërisht mirë dhe si bonus i dha më shumë kohë me shokun e tij të preferuar. Ende në humor për të eksperimentuar, Arturi vendosi t'i bënte një reng hajduti të radhës. Ai mori një kuti Bosch Amazon dhe e mbushi me rënd të përdorur nga kutia e nevojave të Bucit. Ideja ishte që kushdo që do ta merrte, të kishte një surprizë shumë të pakëndshme. A do të funksiononte? Arturi priti dhe vëzhgoi nga dritarja, ndërsa një burr u afrua, e rrëmbeu paketën e rreme dhe u largua. Arturi qeshi lehtë me vete. Por gjërat u bën paksa problematike kur, disa bloqe më larg, një fqinj gjeti kutinë e hapur të hedhur në trotuar, me adresën e Arturit ende mbi të. Hajduti e kishte shqyer dhe e kishte braktisur. Brenda ishte një shënim që Arturi kishte lënë. Përshëndetje, je në kamera, fju hajdut. Shpresoj të pëlqej mut i macës. Fqinji, i cili edhe vet kishte probleme me hajdutët e verandës, e kuptoi menjëherë çfarë po përpiqej të bënte Arturi. Ndërsa nuk e fajsonte për zemërimin, nuk ishte as pak i kënaqur që meturinat ishin lënë në rrugë. Rengu krijues Arturit filloi të merrte vëmendje online. Disa e mbështetën, të lodhur nga hajdutët që iknin pa pasojash. Të tjerë nuk ishin aq të sigurt se kjo ishte mënyra e duhur për ta trajtuar situatën. Tryket e para të tij nuk ishin shumë friksuese, të paktën derisa filloi të përdorte fisheka Bosch. Por ideja e përdorimit të pajisjeve, edhe nëse ishin të padëmshme, për të trembur hajdutët, ndezi një debat të madh. Disa njerëz që u janë vjedhur paketat mendojnë se termi pirat verande është shumë i butë. Për ta këta nuk janë thjesht kriminal të vegjël, janë një kujtesë se disa njerëz marrin çat duan pa menduar për dëmin që skaktojnë. Më shumica e njerëzve online ndanin të njëjtin frustrim, sidomos për faktin se po bëhej shumë pak për ta ndalur këtë fenomen. Kjo i la njerëz si Arturi dhe të tjerë si Kristin të ndihej sikur nuk kishin zgjedhje tjetër veç se të ndërhynin vetë për të mbrojtur atë që ishte e tyre. Çfarë do të bëje ti në një situatë të tillë? Nëse paketat e tua do të vidheshin vazhdimisht dhe policia nuk do të bënte shumë për të ndihmuar, a do të përpiqeje ta zgjidhje vetë? Edhe nëse ekzistonte rreziku që dikush të lëndohej? Marrja e paketave nga veranda e dikujt tjetër nuk është thjesht gabim, është vjedhje. Ajo shkatron ndjenjen e sigurisë dhe mund të sjellë humbje serioze financiare, sidomos kur bëhet fjalë për sende të vlerëshme apo të rëndësishme. Dhe për te i mallrave, i bën njerëzit të ndihen të pasigurt në shtëpitë e tyre. Vjedhja e paketave nuk shkel vetëm ligjin, ajo shkel një vijë personale. Të gjithë meritojnë të ndihen të sigurt aty ku jetojnë.